dhe si person në dieni i cili e implikon drejt për së drejti Edi Rama, pra një person që edhe për akuzat të cilat janë ngritur asaj, siç është rasti i tunelit të Llogaras, është fakti që është një projekt kombëtar i përmasave kombëtare, pra i një koncesioni që ka ndruar tenderat, si thua, ka ndruar duar tenderi nga njëri tek tjetri, pa barazin tendera. Kjo është edhe akuza, le të themi, zyrtare ndaj Ballukut, dhe që Edi Rama pikërisht është e vështirë të pretendoj përsëri që u hëngrën kumbullat e dardhë mbrapa shtëpisë tij. Do ishte në radhë par tetë qesharake për vetë Edi Ramën, po të tejet e pabesueshme pastaj. Po për më tepër është edhe pozita në cilën ndodhet Balluku. Unë nuk besoj se Balluku do ta lëshoj, si thua, ose do vendoset në mëshirën e drejtësisë duke i qëndruar besnik Edi Ramës. Kjo është frika detyrimisht e Edi Ramës, dhe kjo është edhe arsyeja e takimit të tyre shumorësh që thuash nuk ka një arsye tjetër, nuk e di si mendon ti, por nuk ka një arsye tjetër pse një takim të zgjas kaq shumë orë përveç se negociatave se çfarë do bëhet me ta.